Besimtarët e krishterë si katolik ashtu edhe ortodoks kremtojnë Pashkët. Kjo ditë është shenjtë për paqe, dashuri dhe ringjallje, shoqëruar me urime të shumta edhe nga krerët më të lartë të politikës shqiptare. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur një mënyrë të ndjeshme për të përcjellur urimin e tij. Në rrjetet sociale ka postuar një foto të një fëmie me qiri në dorë, shoqëruar me urimin simbolik për shumë vjet Pashkat. Ish kryeministri dhe lideri i demokratëve Sali Berisha ka dalë në një deklaratë për mediat nga Kisha Ortodokse e Kavajës, ku ka uruar të gjithë besimtarët për festën e Pashkëve. Ai ka theksuar rëndësinë e shpresës dhe ringjalljes shpirtërore në një kohë të vështirë për vendin, teksa ka ndezur edhe një qiri për fitoren e tij në 11 maj. I dyti është i nënës së tij, se nënat kanë shumë pushtet. I treti është për zotin e shtëpisë Shënikollën, që ka emrin Kisha. Ja, shkoj. Keni ndonjë dëshirë tjetër? Patjetër, urdhroni. Një për ju. Ju falenderoj nga zemra. Dhe një për fitoren e 11 majit. Urime. Edhe kreu i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha në një dalje për mediat ka përcjell një mesazh urimi për të gjithë besimtarët e krishterë. Ai ka vënë në pa vlerat e bashkëjetesës dhe harmonisë fetare në Shqipëri. Të gjithë besimtarëve të krishterë shqiptar ju uroj nga zemra gëzuar Pashkët. Kjo ditë simbol i ringjalljes së hyut të Krishtit, e cila ka kaq shumë domethënie për ju të dashur vëllezër dhe motra besimtarët krishterë, sjell paqe në shpirtat tuaj, mirësi, mbarësi dhe bekimet e Zotit në familjet tuaja. Por s'dyti, dhe po kaq e rëndësishme, uroj nga zemra që kjo ditë e shenjtë, ky kremtim i ringjalljes të jetë një bekim për vendin tonë, për shoqërinë tonë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj në një deklaratë për mediat ka uruar shqiptarët për Pashkë duke përcuar mesazhe paqe, dashurie dhe solidaritet në familje dhe shoqëri. Është një ditë e shenjtë, është dritë, është shpresë, është besim, është gëzim, është një shenjë e cila na fton për më shumë dashuri dhe për më shumë mirëkuptim mes nesh. Uroj të gjithë besimtarët e krishterë dhe besimtarët ortodoks për shumë gëzim, begati, paqe dhe shpresë në këto Pashkë të bekuar. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta aktualisht në paraburgim nuk ka munguar në këtë ditë urimesh, nga që Ilia i ka dërguar një mesazh urimi për Pashkë duke shprehur besimin se kjo festë sjell dritë dhe forcë për të gjithë. Ndërkohë edhe kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali është shprehur gjithashtu me një urim publik në media. Ajo ka theksuar rëndësinë e kësaj dite për të reflektuar mbi mirëkuptimin dhe bashkimin mes njerëzve.